Ja japim fjalës tash vllaut ton që ka qenë kryeprokurori i Kosovës, Haxhi Hilmi Xhitia. Haxhi Hilmin e kemi bën një farë kontrate deri desim me kon bashkë inshallah taala. E më ka pas pyetur në çabe kur jemi kon pi katit fundit nalt. Ti këshyr kret Haxhit poshtë. Ata ja shkelin njëri tjetrit komën normal, se gjithaj kallaballek 3-4 milion, 5 milion. Pa të pyet tha, ç'sh mirën vesh marr ky popull. Se me gjutë prokurorisë kjo, ç'sh mirën vesh. Sa shpo mirë, këtu vesh të selam aleikum, më fale ka kuptimin. Selam aleikum, më jep me hangër, selam aleikum, më jep me pi, selam aleikum shkova, selam aleikum erdha. O Xhilmia, ço para meje që të Allahit nderoft. E të qoftë në xhenet me gjithë mua. Selamun aleikum të gjithëve. Unë tash jam pension, por kom qenë kryetar, do më thonë kryeprokuror i shtetit Kosovës, për një 8 vite e diçka. Në jurisprudencë jam një 45 vite e diçka. Është e vërtet ajo pak mulla mazlumi atje, por du ta tham edhe një tjetër. Ne kur ishim atje me shku, nuk më ishim me dëpërtu fare heq. E keshim një prisë me një flamur. Edhe na shtytën, na hudhën, na qunë në skaj diku në atje mrapa, e pia bëj kanë qenë do mjek 3. Zotë i ruftë ata, po më thonë, a Xhilmi, tha, bën mi ashti i krahin. Tha shtinja, hedh, edhe u dëftë na ishim pak matë fuqishëm, matë zotë, u dëftë me dëpërtu edhe marë. Po me të vërtet, askush nuk u i dhnoj, as nuk u bëjk. Mos të jo, tash për këtë çështje, por unë do të flas pak kolegu im, më duket prej policisë, ke zoti Kolgesi, diçka foli për dukurit negative. Ju keni një rol shumë të rëndësishëm, ju ulemaja që jeni, teolog të fesë islame. Unë e përdorit gjithmonë një njeri se kam një djalin tim këtu, edhe ai ka kryer është mjek veterinar, edhe një kohë, po më thot bab, tha, unë e kom marrë përfundim që është krijuesi. Tha, pse? Tha, kur e kom studiu një muskull të një kafshë, ata s'mundet me ba kur kush thot vetëm ai krijuesi. Tash, duhet vi këtu ku jemi me dijeni. Apo vim, a duhet të kemi dijenit mjaftueshme ajo? Njeriu nuk ngihet dijeni asnjëherë. Unë e thash atë 40 e diçka, por po mendoj që nuk di kur gjë. A që jesë për dijeni edhe tjetër. Feja ka një rol shumë të madh në dukurit negative shoqërore. Pse bazohet në librat e shejta, nuk është vetëm Kurani, po edhe libra tjera të feve tjera. Kurani është kushtetut, ka dispozita ligjore të cilat urdhërojnë, ndalojnë edhe udhëzojnë. Gjitha këto dispozita kanë komentet e veta, kanë vlerën e vetë. Edhe drejta sot që mësojnë studentët, juristat, e kanë bazën këto libra të shtajta, bazën kuranore edhe ecin. Mirë po, unë mësë me zgjatë dhe mësë me mërzit, dukurit negative janë evidente. Janë bukur shqetësuese. Edhe në Kosovë, edhe në rrethin, edhe në Ballkan, mos tham edhe të vendet e zhvilluara, nuk janë ata pa kriminalitet edhe pa këto sende, nuk janë. Pëllën është edhe ma shumë, ose dikush tjetër, po ndigjaj. Ne e dim ku jemi me takat, e dim ku jemi me bazën ekonomike. Baza ekonomike është e keqja e të gjithave. Por, a mundet këtu të ketë feja rolin e vetë? Sigurisht që po. Për arsye se jep një stabilitet, jep një durim, jep një sabër. Në posa që flitet ose tregohet pse është e keqe, pse nuk vlen, çfarë pasoja shka. Unë, më falni, po duhet të tham, po me kohë jem rritë në familje me xhollar. E kom pas edhe vjerën, edhe dajën e babës, edhe këtë edhe nuk kom pas ka medalë, diçka. Por edhe tash. Edhe në fund edhe mu. Edhe ty shok, ja. Edhe tani, unë po shkoj po ndigjoj ligjerata. Besomni nga një herë, po shqetësohem se po më duket disa vende, do ligjerata pak nuk janë bashkohore. Kësha lut pak ligjerata ta rthejnë ose ta rrehin
pyke ose aty në marrëdhënieve shoqërore që janë sot, që janë aktuale. Me kohën. Ato që sot janë të interesuar me ditë. Ato çështjet që janë tjetër. Ka vend historia islame. E mësojnë, por krahas asaj ju lutem nganjëherë duhet futet edhe këto të përditshmet. Këto dukurit tona. Secila lagje i ka problemet e veta, secili qytet i ka problemet e veta, specifikat e veta. Gjithkund ka, edhe në familjen tonë, edhe në familjen teme ka dukuri negative, cilat duhet debatu, duhet duhet që Islami është tolerante. Prandaj me gjithë tolerancën, por me bindje. Unë e besoj që një dietar i fuqishëm edhe i cili ka një uri bukur të mira, nuk ka asnjë që mund të përballoj edhe nuk do të ketë në realitet do të kishte shumë efekt edhe vlerë pozitive në jetën edhe në mirëqenien shoqërore cila duhet të ekzistojë në Kosovë. Jo, Shqipni ka shumë përdorim drogës. Është shumë shqetësuese ajo, edhe mos tham nganjëherë se është e rëndë, për arsye se shumë është edhe fetar, edhe musliman, edhe haxhi, edhe këtë tjetër i mshelin syt para asaj dukurie negative sepse kanë shtëpitë vet. Tani që po them këto. E kanë shtëpitë vet. E tash nëse tolerojmë, pse tjetër na them toleranca është pranim. Në kësha dashtë. Mos thëmë të në edhe për dukuri tjera, pak ma të shëmtura. Por e keqja, ma e keqja që është, gjitha që është rana. Feja ka rolin kryesor që njerëzit, ose të rritë, ose të tjerët, të menjanojnë ato dukurit një ative mashtruese të qujna. Ju keni me pa ku do sot në treg që dhe një qytet, në dyqan, ku do që të merë një, keni me rrudh kratë me thonë, e tash apo mashtran kuj, apo s'po mashtran. Ku jemi? Prandaj, qëto janë ato cilat e shqetësojnë popullin ose tjetër. Këto sikur të evitojmë, në të rëtirat, inshallah Zoti, na ndihmon ecim përpara. Faleminderit. Allah i nderoft Haxhi Ilmin.